Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet, ngjarjet më të fundit dhe pikpyetjet më të mëdha. Çifti Briteo, Brikena, Mateo kanë filluar që të ngrënë pikpyetje tek publiku se çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre. Tani, unë fillimisht njëherë do të sjell disa video, në fakt një video që Mateo ka bërë së fundmi, sepse unë e di që ju jeni edhe kureshtar ta dini se si duket ai, në çfarë gjendje është, si është disponimi i tij, po nga që fytyra është një farë treguesi i gjendjes tonë shpirtërore, do me thënë mimikat janë një shpjegim shumë i bukur, nga videoja që unë pash që Mateo kishte hedhur në Instagramin e tij dhe fotografia që më pas Mateo solli në grupin në të cilin Mateo ndan momente me fansat, ndan shkrime me fansat, ndan komente me fansat, Mateo dukeshte që ishte shumë happy. Unë njëherë dua të komentoj për foton që e solli Mateo, duke e publikuar që ta shikoni ju. Ju e shikoni edhe vetë, Mateo është shumë i lumtur, do me thënë ka arritur që të gjej atë qetësinë shpirtërore. Fytyra e Mateos tregon një mision të kompletuar, sepse kur njeriu gëzon një buzëqeshje të tillë, do me thënë duke që është buzëqeshje paqësore, një buzëqeshje të pastër, një qetësi në fytyrën e tij, duke që misionin e ka kompletuar. Unë mendoj që Mateo në këtë Big Brother e kompletoi misionin e tij sepse nuk doli jashta kornizave të vetes. Ç'në kupton jashta kornizave të vetes? Do me thënë ai qëndroi Mateo, qëndroi njeriu siç është, nuk është se bëri spektakël për të dalë jashtë vetes së tij, për ta rrëzuar veten në tokë dhe për të bërë budallalliqe që jemi mësuar tek personazhe publik të shohim vetëm e vetëm për të marrur vëmendjen. Dhe këtë njeriu që Mateo tregoi, këtë djalin që Mateo tregoi, këtë kulturën që Mateo dha në fakt në një format siç është Big Brother, me të gjitha dimensionet e tij brenda, Mateo tregoi që është fantastik dhe di të bëj publikun për vete me vërtetësi. Mateo akoma nuk ka filluar në punën e tij që bënte më herët, do me thënë akoma s'është kthyer në punë, me patjetër që tashmë puna e Mateos nuk do të jetë një punë e njëjtë. Unë e di që Mateo do të profesionalizojë më shumë biznesin e tij dhe qëllimi që Mateo u fut në Big Brother fillimisht ishte kjo që biznesin e tij të arrit në stade më të larta dhe do me thënë ta profesionalizojë dhe më tepër dhe normalisht të rrisë edhe vlerën e çmimit të biznesit të tij, por mbi të gjitha Mateo duke që është shumë pozitiv edhe shumë i lumtur. Do me thënë gjithmonë në fotografi rezaton me kënaqësi, me lumturi. Në anën tjetër, Mateo ka sjellë edhe një video që po bën reklamën e çajit Your Day, një çaj që në fakt banorët e përdornin brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe ka marrë një fuqi shumë të madhe në median shqiptare, por interesante në këtë mes është që Mateo e bën reklamën në kuadër të nënës së tij. Hajde njëherë ndjekim videon, pastaj e komentojmë. Përshëndetje të gjithëve, sot doja t'ju prezantoja një produkt për dobësim që zbulova që e përdorte mami në kohën që unë isha në Big Brother. Your Day është një produkt 100% bimor, i cili pihet 30 minuta para vaktit që do konsumoni. Doja këshilloj të gjithëve sepse është 100% bimor, edhe ndihmon në tretjen e ushqimit, edhe në shkryerjen e masës dhjamore. Një jetë e shëndetshme është në bazë të një diete të shëndetshme dhe të Your Day. Klikoni në emrin më poshtë edhe ndiqeni. Pra të dashur miq, ju e ndoqët videon, Mateo po bën reklamën në formën më të bukur, por dhe te reklama e çajit Your Day Mateo është shumë popullor. Do me thënë, është ai çuni më modest, ai zëri i popullit. Dhe realisht këto lloj personazhe si puna e Mateos, që janë personazhe të thjesht, personazhe modest, personazhe të përditshmërisë tonë që vishen njëjtë si ne, që jetojnë njëjtë si ne, janë shumë të dashur dhe shumë të duar trokitur. Dhe unë e shoh që Big Brotheri, edhe kjo fama e madhe e Big Brotherit, edhe ky do me thënë
kjo forca që Big Brother i të jep, Mateos nuk ja ndryshon dot karakterin. Mateo dhe tek fotografia dhe tek video duket shumë njëri fantastik, duket shumë i thjesht, shumë pozitiv. Do thënë kjo e bën Mateon që të jetë i veçantë. Mateo po pi çaj një ordej. Unë në fakt nuk e di pse e pi një herë Mateo çaj një ordej. Mateo është në gjendjen më të mirë, do thënë trupin e ka fantastik, nuk ka nevojë, por reklama është në pyetje. Më pas, domethënë rreth këtij çiftit kishim dhe një lëvizje tjetër, një lëvizje që ka ngritur pikpyetje të mëdha se ku është Brikena. Brikena nuk ndodhet në Tiranë. Unë e thash edhe gjatë ditës së sotme në një video më herët që solla, Brikena ndodhet në Kosovë. Ajo ka shkuar tek tezja e saj, domethënë aktualisht Brikena kur shkon në Prishtinë qëndron tek tezja e saj, tezja që i bëri surprizën në Big Brother Brikenës. Marrëdhënia mes Mateos dhe Brikenës është jashtëzakonisht e bukur, pa marrë parasysh që çifti jeton i ndar, por unë e thash edhe që parë, domethënë nuk mund të jetojnë bashkë për faktin sepse nuk i kanë bërë akoma celebrimet siç duhet bërë e ato traditat shqiptare që ne i kemi, që unë jam krenar që i kemi dhe që duhet t'i respektojmë. Domethënë pas një lodhje shumë të madhe që personazhet ish-banorët e Big Brotherit kanë kaluar në Big Brother VIP Albania dhe në post Big Brother në atë spektakël që ishte dy fishi i spektaklit që ne e prisnim, kanë përzgjedhur që tashmë të shkojnë pak në shtëpitë e tyre, të kalojnë momente me familjarët. Por unë e di që Mateo dhe Brikena kanë një kontakt jashtëzakonshëm nëpërmjet telefonit, shikohen në video, bisedojnë bashkë, jetojnë momentin dhe marrëdhënien e tyre e kanë bërë edhe më të afërt edhe më të bukur. Domethënë Mateo na ka përshëndetur nga Tirana, Brikena na ka përshëndetur nga Prishtina, ku kishte bërë edhe një hark, nëse shikoni mirë në fotografi, kishte bërë edhe një hark të bukur me fotografi të ndryshme që ka bërë me Mateon dhe me të gjithë njerëzit të cilën Brikenën e duan. Domethënë, Brikena është duke shijuar pafund këtë dashuri të bukur që e ndërtoi me Mateon në Big Brother. Shoh tek të dy palët, si te Brikena, si te Mateo, shoh një lloj lumturie, shoh një lloj qetësie, shoh një lloj pozitiviteti në fytyrën e tyre që seriozisht unë kam alarmuar dhe kam besuar në këtë dashuri. Është një dashuri shumë e bukur, është një dhuratë e çmuar që ky çift e ka në jetën e tij. Unë uroj me zemër që gjithmonë të vazhdojnë kështu, edhe pse mendoj që do vazhdojnë sepse Mateo është jashtëzakonisht njeri i mirëkuptueshëm, ditë fal dashuritë e Brikena, ditë jetoj emocionin me Brikenën, dita bëj Brikenën të lumtur. Domethënë i ka Mateo ca pika të veçanta ku Brikena sinqerisht po e them që ndihet krenare për arritjen të cilën ka bërë. Domethënë çifti është shumë i lumtur dhe është çifti i vetëm që ndihet shumë mirënjohës që arriti të fiton vërtet një audiencë të mirë dhe arriti të fiton një Big Brother të jashtëzakonshëm. Mateo dhe Brikena kanë fituar përtej saj, përtej pritshmërive dhe janë të mrekullueshëm në formën e tyre. Këto ishin të rejat rreth çiftit, ngjarjet më të fundit, domethënë për të qenë sa më afër tyre, unë patjetër që do të sjell gjithçka, do të komentojmë çdo lëvizje, do të komentojmë çdo detaj, çdo prurje të re, por gjithsesi kjo që ne po shohim është fantastike dhe po duartrokitet edhe nga publiku. Unë ju uroj të gjitha të mirat, ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, me follow nëpër të gjitha platformat e mia digjitale, aty ku mund të gjeni informacionet më të fundit rreth VIP-ave shqiptar.